Je nga golsheluesit më të mirë të kampionatit. Sot një tjetër gol i përuruar me 11 metrash, si ndihesh për këtë, çfarë ke arritur në kategoриnë e parë? Ndihem i gëzuar për veten time që jam golshenues, por edhe ekipin që kemi arritur domethënë një shkëputje. Besoj që të ecim më mirë. Besoj që me gjithë me çunat të ishte edhe golet që kam bë. Falenderoj gjithë ekipin që ma dha mundësinë që të shënoj edhe gola, trajnerët, e stafin, e presidentët dhe të gjithë. Si e vlerëson Bustila nivelin e kategorisë së parë? Niveli i kategorisë së parë për mendimin tim s'ka shumë ndryshim nga Superliga. Bile më bëhet dhe më i fortë dhe tifozligu duket sikur është më shumë, e kupton? Edhe arbitrimi sot ishte tamam domethënë u duk mua, e kupton? Profesional. Si Superligë domethënë. S'ka ndonjë ndryshim. Vetëm quhet kategoria e parë. Bustila dhe Pogadeci në të ardhmen? Premtojmë për më shumë. Edhe unë edhe ekipi. Themi që të gjithë më lart. Mendon që mund të jesh edhe golsheluesi më i mirë i kategorisë së parë? Them se po, inshallah, me shpresë Zotit. Ky ishte goli 12 mos gaboj. Po. Inshallah s'kam votë të tjerë të që Jam me trajnerin e Pogadecit, Ilir Medini, ka kaluar një tjetër provim sot, pavarësisht renditjes së Tomorit, nuk ka qenë një ndeshje e lehtë sepse gjithmonë ata që janë në fund përpiqen më shumë se të tjerat. Megjithatë, a është ky Pogadeci Ilir Medinit? Më pëlqeu fjala provim, se ndeshja e sotme ishte vërtet një provim. Duke marrë parasysh edhe renditjen në tabelën e klasifikimit, sportistat e morën si ndodh shpeshherë në futboll, e fillojmë me një nënvlerësim, ku gjatë gjithë kohës edhe përpara ndeshjes dhe gjatë gjithë ditëve më përpara, domethënë i kisha sinjalizuar që të mos e merrnin aq thjesht ndeshjen, pavarësisht se loznin me Tomorin, që ishte në fund të klasifikimit. Dhe ashtu sikurse edhe e prisja, ndeshja ishte shumë e vështirë, na vurin në vështirësi shumë të mëdha. Megjithatë, unë i uroj ndihmë për shpirtin e garës, sakrificën e madhe që treguan, sidomos gjatë pjesës së dytë, ku ne me një gabim që bëmë të portierit, unë të shkuam me karton të kuq dhe lozëm me 10 lojtar. Megjithatë, jam shumë i kënaqur. Plus jam shumë i kënaqur edhe nga mbështetja e madhe që kemi nga publiku, plus edhe mbështetjen tjetër që kemi nga bordi drejtues me presidentin dhe edhe të gjithë publiku pogradecar. Unë kam thënë dhe herë të tjera që ndeshjet që do të vijojnë në vazhdim janë shumë herë më të vështira edhe se ky takimi i sotëm, sepse klasifikimi është i tillë që janë disa ekipe që pretendojnë për në Superligë dhe disa ekipe të tjera që rrezikojnë dalje nga kategoria. Kështu që duhet jemi shumë të vëmendshëm deri në fund të kampionatit, sepse çdo gabim mund të ndëshkojmë. Të uroj suksesi. Faleminderit dhe juve. Elvis Balla, si ndihesh te Pogadeci, një Tiranas që lufton për një skuadër tjetër? Kjo është vërtet një ndër tiranësi që lufton për skuadrët e qytetit tjetër. Pogadeci ndihemi shumë mirë me fjalën. Klima është shumë e këndshme, ambienti shumë i këndshëm, shumë sportdashur, siç e parë vetë sot. Kto tregojnë që jemi ambientuar dhe ndihemi shumë mirë Pogadeci. Çka do të jesh problemi fjalë me rezultatet dhe me lojën tonë. Kjo është një ndër mënyrat për t'ia shpërblyer këtij populli dhe kësaj tifozërie. Faleminderit. Gjulet Qutra, një nga lojtarët më të mirë të skuadrës Pogadecit, një tjetër Tiranas që lufton për një ekip të kategorisë së parë në një qytet tjetër pranë qytetit turistik të Pogadecit. Si ndihesh në këtë qytet dhe sa mendon se ke arritur në nivelin tënd dhe në emrin tënd? Në këtë qytet domethënë ndihem mjaft mirë, pasi këtu gjeta mbështetjen për të luajtur dhe dua të arrij në nivele shumë të mira, pasi dua të ndjek gjurmët e xhaxhait tim, i cili ka qenë lojtar i ekipit Shpresa dhe kombëtar. Por jo në jetëgjatësinë sportive, pasi ai e ka lënë në moshën 26 vjeç sportin, kur është kulmi i karrierës për një sportiv. Është fjala për Taib Qutrën. Po, për xhaxhaim. Po si e vlerëson ekipin e Pogadecit? E vlerësoj mjaft mirë, pasi kemi krijuar një grup mjaft mirë, një kontingjent mjaft mirë dhe edhe pa dhe vetë, sepse loja rrjedh domethënë në disa raste shkojmë mirë, në disa raste po kemi krijuar një kontingjent mjaft mirë. E ardhmja si do të jetë për ty? E ardhmja mendoj se jashtë Shqipërisë. Të uroj sukses. Faleminderit.